Ardit, e ndjen mirë kampin e djathtë edhe deputetët e kësaj force politike të çdo dite dhe ke patur kontakt të drejt për drejt me ta. Mendon se mund t'i qasen kësaj ideje për të hyrë në grevën e urisë? Po, është vetmja, siç e thash, vetmja formë proteste që nuk e kanë bërë, nuk din nëse do ta ezaurojnë brenda këtij viti apo brenda këtyre pak muajve, apo nëse do i duhet ta bëjnë një gjë të tillë. Unë mendoj që këtu mund të them mendimin tim që përtej formës së protestuarit, që njerë mund të jetë me çadër, njerë mund të jetë me grevurie, ajo që më së shumti do duhet ta ketë fokusin Partia Demokratike dhe opozita në tërësi nga shtatori i këtij viti, do të duhet të jetë ndërhyrja urgjente, por këtë herë serioze në kodin zgjedhor, që mos lihet sërish ndryshimi i kodit në 6 apo 7 muaj të fundit përpara zgjedhjeve dhe themi që jemi detyruar ta bëjmë se na i dikton gjykata kushtetuese apo të plotësojmë këto 2-3 detyrime apo rekomandime formale të raportit të OSBE-ODIR-it. Kështu që për mendimin tim, opozita krahas sigurisht objektivave të saj elektoral, të cilët i takon Zotit Berisha dhe leadershipit të saj të përcaktoj, gjithmonë nëse nuk do të ketë ndryshime aty. Fokusi kryesor i opozitës do duhet të përqendrohet te kodi elektoral, pasi neve pam se çfarë ndodhi në këto zgjedhje, kemi parë çfarë ka ndodhur në 2021, kemi parë dhe çfarë ka ndodhur në 2027, që Partia Socialiste pavarësisht se është një strukturë gati perfekte elektorale, një makineri elektorale që bën shumë pak gabime. Pavarësisht akuzave që janë bërë se përdor pushtetin apo metodat të tjera ekstra politike për t'i fituar zgjedhjet, ne kemi parë që tek këtyre me ligjin aktual zgjedhor të aplikuar në 3 parlamentarët e fundit, Partia Socialiste ka pasur një avantazh prej 6 apo 7 mandatesh në tavolinë vetëm sepse është forca kryesore politike dhe forca që merr më shumë vota. Gjasat janë që të njëjtin rezultat ose po themi forcë e parë politike Partia Socialiste të vijojë të jetë edhe në 2029-ën. Kështu që në këto kushte Partia Demokratike dhe opozita në tërësi do duhet që të gjejë një mënyrë, do duhet të bëjë një lloj ndërhyrje në kod zgjedhor për ta minimizuar këtë ndihmë që Partia Socialiste në thonjza merr, në thonjza po dhe pa thonjza po deshet. Mund ta kërkojë Partia Demokratike, partitë e vogla, partitë e reja, e ka kërkuar në fakt shumë hapur dhe qartë as i faktori ndërkombëtar ndryshimin e kodit zgjedhor. Por me 83 deputet që ka sot parlamenti, pra që i përkojë legjislacionit që vjen, do ta ketë vështirë opozita të arrijë atë që do? Po absolutisht, sepse nëse deri përpara këtyre ndryshime, pra ndryshimet e fundit që u bën në qershorin apo korrikun e vitit të shkuar, që patën ndikim në zgjedhjet e 11 majit, Partia Socialiste në një farë mënyrë ishte e detyruar të ulej në një tryezë dhe në një komision bipartizan me opozitën, pasi nuk kishte votat e nevojshme për të bërë ndërhyrje në kodin zgjedhor, ku nevojiten së paku 84 vota pro. Këtë herë Partia Socialiste nuk e ka këtë nevojë utilitare dhe vetmja formë se si opozita mund të arrijë atë që unë po flisja pak më herët, është duke ju imponuar majorancës socialiste me aksion politik, por me aksion të qartë politik. Dhe jo po themi me gabimet që ka bërë deri në këto momente që është futur në një negociat duke kërkuar 1, 2, 3 gjëra dhe në fund pastaj është kënaqur duke marrë një gjë tjetër që as nuk e ka kërkuar, por që ka qenë vetëm një gjë që i është ofruar nga Partia Socialiste. Ardit, greva e urisë, kjo gjuhë që përdoret, mënyra se si reagohet në parlament, fakti që po kërkohet edhe ndryshimi i kodit zgjedhor dhe mund të jetë në vëmendjen e Partisë Demokratike dhe partive të reja në vijim. Mendon se po ndodh kjo? Kemi këtë lloj rezultati në një kohë që po tentohet nga ana e kampit të djathtë që të hiqet vëmendja nga problematika kryesore dhe nga e ardhmja e Partisë Demokratike. Nëse Zoti Berisha do të vazhdojë të jetë në drejtimin e saj, do të vazhdojë që të jetë numri 1 edhe ata zëra që përflitet se mund të jenë eksponent shumë të rëndësishëm që mund të marrin drejtimin e kësaj partie të ngrenë zërin, të reagojnë edhe të dalin me zë dhe me figurë në media për ta kërkuar në fakt drejtimin e kësaj partie? Pra, është kjo tentativë për zhvendosje vëmendje? Koha do të tregoj këtë nëse aksioni apo retorika që është duke artikuluar në këto momente Zoti Berisha dhe funksionar drejtues të Partisë Demokratike është një tentativë për të fituar kohë, apo është vërtet një kërkesë me baza që pastaj do të ketë një synim, do të plotësojë ato synimet që thuhen pra për një qeveri teknike apo për një po themi proces që të qëndrojë larg problematikave për të cilat ankohet opozita. Pra nëse Zoti Berisha dhe Partia Demokratike do të fokusohen vetëm tek
në këto momente tek problematikat e zgjedhjeve dhe pastaj në shtator, në tetor do të, në thonë za shpiket një kauzë tjetër opozitare dhe do të anashkalohet analiza e brendshme e Partisë Demokratike për rezultatin e 11 maj 2025, atëherë po ne mund ta themi që këtë retorikë që është duke ndjekur zoti Berisha, po themi nga 14 maj e në vijim, e bëri me qëllim për të devijuar debatin nga rezultati, nga po themi performanca e dobët e Partisë Demokratike, me qëllim që të vijonte të mbante drejtimin e Partisë Demokratike dhe pastaj të gjente një mënyrë për të shtytur kohën dhe për të shkuar në proceset e mëparshme. Por besoj që së pari kjo nuk i bën mirë Partisë Demokratike, sepse duke e eliminuar dhe duke mos bërë një analizë të brendshme, rrezikon që ta përsërisësh të njëjtin gabim dhe kur e përsërit një gabim është akoma dhe më i madh dhe me pasojë akoma dhe më të forta dhe në këtë rast pasojat nuk janë gjë tjetër veç se humbje më e thellë në zgjedhje. Dhe po themi problemi i dytë për te Partisë Demokratike është për vendin që do të vijojë të ketë një opozitë të dobët dhe një opozitë jo alternativë qeverisëse.